diçka nuk është në rregull me neve si shoqëri. Edhe kem fillu me u sjell diqysh sikur se një shtëpi pa zot, ku antarët e familjes secili funksionon qysh jam mendja ose qysh dëshiron vetë, e nuk ka një koordinim. Po më duket se është hup një koordinim, një funksionalitet i shtetit, se shteti është mbikëqyrës i funksionimit veç shoqërisë, apo modelus i një shoqërie të caktuar. Dhe shumë kisha dëshiru që t'jem gabim, por qysh po shkojnë gjërat, kam frikë se do t'jetë edhe më keq. Po, çka konkretisht? Si mund të konsiderohemi, ndoshta ne si shoqëri, po them, në tërësi, rastet gjithmonë janë specifike, a kemi nisur të humbim ndjeshmërinë, a kemi nisur të ndihemi më të ftohtë, të humbim lidhjet? Problemi më i madh i joni është se kemi mbet pa një sistem të vlerë. Përderisa një kohë një sistem vlerave i cili ka funksionu të na, të ne dëshirojmë të ndrojmë të marim një map bashkohor ose të marim një perendimor.